Miqtë mi, kam një lajm të mirë, madje të mrekullueshëm për ju. Bibla thotë që Zoti do të urdhërojë ëngjëjt e tij në lidhje me ty, që të ruajnë në të gjitha rrugët e tua. A dini që ka momente në jetë kur ne ecim në rrugë që nuk i kuptojmë, të paqarta, të rrezikshme madje, rrugë ku ndjejmë se jemi vetëm. Por ky varg i Biblës na zbulon një të vërtetë të jashtëzakonshme. Ti nuk je kurrë vetëm në rrugët e tua, sepse ndërsa ti ecën, Zoti urdhëron ëngjëjt e tij të kujdesen për ty. Zoti nuk jep këshilla, as sugjerime, por urdhra ëngjëjve të tij për ty. Dhe këto urdhra i drejtohen një ushtrie të padukshme ëngjëjve të tij. Tregoj një histori në luftën e dytë botërore, një misionar skocez i quajtur John Patton shërbente në ishujt e paqësorit mes një fisi armiqësor. Një natë fisi rrethoi shtëpinë e tij me qëllimin që ta vriste. Ai dhe gruaja e tij u mbyllën brenda dhe u lutën gjithë natën. Ata prisnin çdo moment që dera të shpërthehej prej tyre, por asgjë nuk ndodhi. Në mëngjes, fisi ishte larguar. Një vit më vonë, kryetari i fisit u kthye në besimin në Krishtin dhe ndër të tjera ai rrëfen. Ne donim t'ju sulmonim atë natë, por shtëpia juaj ishte rrethuar nga burra të mëdhenj të veshur me dritë dhe me shpata në dorë. Patoni nuk ishte para asgjë, por Zoti kishte vepruar. Vargu biblik ka 3 vërteta të jashtëzakonshme. E vërteta e parë, Zoti urdhëron, ai nuk negocion. Zoti thotë që ai do të urdhërojë ëngjëjt të kujdesen për ty. Kjo tregon sovranitetin absolut të Zotit. Ëngjëjt nuk veprojnë sipas dëshirës tyre, por sipas urdhrit të Zotit. Kjo do thotë, mbrojtja jote nuk varet nga forca jote, por nga autoriteti i Zotit. Së dyti, mbrojtja është personale, në lidhje me ty, pikërisht me ty. Jo në mënyrë përgjithshme, jo abstrakte, intime, drejt për drejt, personale. Zoti nuk kujdeset për njerëzimin në plan e përgjithshëm, por në një mënyrë të veçantë dhe të detajuar, ai kujdeset për ty. Së treti, mbrojtja e Zotit është në të gjitha rrugët e tua. Ai do dërgojë ëngjëjt që të kujdesen për ty. Vini re, Zoti nuk premton që do të ketë rrugë të vështira, por diçka më të madhe. Në çdo rrugë Zoti vendos roje. Jo që ata të heqin sfidat, por të ruajnë ty jetën tënde. Zoti dëshiron sot të zbulojë këtë të vërtet madhe. Ne jetojmë në një botë ku frika është bërë normale. Frikë për të ardhmen, për familjen, për shëndetin, frikë nga e panjohura. Por Psalmi 91:11 na sfidon të gjithëve. A beson më shumë në rrezikun që shikon, apo në mbrojtjen e Zotit? Sepse realiteti shpirtëror është ky. Ka betejë që ti nuk i sheh, nuk i kupton, por ka dhe mbrojtje që ti nuk e imagjinon dot fare. Ndoshta sot je gjallë, jo sepse je i kujdesshëm, por sepse Zoti ka urdhëruar ëngjëjt e tij të kujdesen për ty. Prandaj, mos u mbështet vetëm tek logjika. Mos u dorëzo vetëm përpara frikës. Mos harro ti je rrethuar nga një botë që ti nuk e sheh. Besimi është jetosh i vetëdijshëm për atë që nuk shihet. Me këto të vërteta të mrekullueshme le t'i lutemi Zotit miq këtë mëngjes. Ati dashur qiellor, të falenderojmë që ti je Zoti që sheh atë që ne nuk e shohim. Ti je Zoti që vepron dhe kur ne nuk kuptojmë. Na fal për çdo herë që kemi jetuar në frikë duke harruar se ti ke urdhëruar ëngjëjt e tu për të kujdesur për ne. Na jep sy shpirtëror që të kuptojmë mbrojtjen tënde dhe një zemër që të beson dhe ecën pa frikë. Ruaj familjet tona, rrugët, hapat tanë dhe na ndihmo të jetojmë çdo ditë me bindjen që nuk jemi vetëm. Në emrin e Jezusit. Amen dhe amen. Miqtë mi, ky ishte meditimi i kësaj dite. Mezi pres t'ju takoj sërish nesër në meditimin e radhës. Zoti me ju.